Do ju tregoj një nga manastiret më të veçanta që ndodhet në gjirin e famshëm të Kakomes në shpatin e malit. Shikoni sa i bukur. Kaldrëmi gur origjinal dhe sa po hyn në port të pret kisha e vogël e manastirit. Kisha është vërtet shumë e veçantë, duke që është shumë e vjetër. Shikoni sa e ka muret e trasha, kolonat, dera është shumë e vogël, është e ngushtë dhe kisha ka këtë harkun e bukur, natyrisht në Kakome ka qenë bazë ushtarake dhe ikonat janë prishur pas vitit 1967 dhe këtu janë shkruar emrat e ushtarëve, vitet, por shikoni pjesën mbajtëse të kishës që janë 2 kolonat e mëdha. Pjesa tjetër interesante është edhe pusi. Kakomeja nuk ka ujë, nuk ka burim ujore, vetmja mundësi për të marrë ujë janë puset. Shikoni dhe pusin, është me ujë, është funksional, por gjëja tjetër që ka të bëjë me arkitekturën janë këtu ulluqet. Shikoni këto ulluqet me tjegulla, është një teknik shumë e lashtë që është bërë gjithmonë nga njerëzimi, që mbledh ujin e shiut që bie dhe e drejton drejt pusit, pra që asnjë pik ujë të mos shkojë dëm. Pjesa tjetër interesante e manastirit është vendi ku kanë ndenjur murgjit. Është një godin shumë e bukur me harqe, nuk ka çati, ka qenë edhe mendarës në mes që ka qenë dyshemeja. Dhe shikoni se me çfarë pamje flinin murgjit.